Zeca dhe lopa mimosa kishin qenë bashkë për më shumë se 15 vjet. Dhe në atë copë toke të kuqe, të izoluar nga zhurma e botës, njëri dukej sikur merrte frymë për tjetrin. Çdo ditë, para se të lindte dielli, ai e shtynte derën prej druri me mundim, rregullonte kapelen e konsumuar në kokë dhe ecte drejt vathës. I dhemte shpina, hapat i zvarriteshin, por syt i mbetën gjallë fal saj. Mimoza erdhi ngadalë kur dëgjoi zhurmën e bastunit që gërvishte dy shemen. Ai muhoi butësisht, sikur të thoshte kam mbërritur. Ishte një lopë e madhe, gri kafe, me syt më të butë që kishte parë ndonjëherë të ndonjë kafsh. Me qenë se ishte viç, ajo flinte pranë dritares së tij, i lëpinte duart, ndiqte hapat e tij. O vajzë, nëse një ditë do të flisje, do të më tregoje edhe çfarë i fshija vetes, tha ai, me atë buzëqeshjen e shtrembër të dikujt që e mban trishtimin thellë në gjoks. Pasi gruaja vdiq, ishte Mimosa ajo që mbeti. Fëmijët jetonin larg. Njëri në jug, tjetrin askush nuk e njihte. Dhe ai nuk donte kur të largohej që andej. Ai tha se për sa kohë që kishte kullop dhe lopën afër, nuk kishte nevojë për asgjë tjetër. Dhe për një kohë të gjatë, kjo ishte e vërtetë. Por tani trupi tashmë po jepte shenja. Kolla ishte më e fortë, gjoksi shtrëngohej kur ngjitesha në çdo shpat. Ndonjëherë zgjohesha natën me vështirësi në frymëmarrje. Dhe kur u ngrit, gishtat e tij po i dridheshin aq shumë sa mezi e mori gotën me ujë. Qendra shëndetësore tha se kishte diçka në mushkëri dhe se ai kishte nevojë për pushim. Ai thjesht qeshi. Pushim për çfarë? Ajo që më mban në këmbë është të ecë drejt saj. Dhe ai eci. Edhe duke u penguar, edhe me sy të turbull. Çdo ditë, ai mbështetej pas gardit dhe e linte Mimozën t'i lëpinte fytyrën sikur të ishte e kujdesshme për të. Vetëm kur ai mbështeti ballin në suratin e saj të ngrohtë, zemra e tij dukej se u qetësua. Edhe ajo ndryshoi. Ajo ndaloi së shkuari në kullot vetëm. Qëndrova pranë shtëpisë duke shikuar derën. Ndonjëherë ai qëndronte atje për orë të tëra, si dikush që po bënte roje. Kur ai nguroi, ajo muhabeti, por me një ton tjetër, një tingull më të ulët e më të trishtuar, pothuajse një pyetje. Një nga ato mëngjese, ai pothuajse nuk mundi të ngrihej. Koka i rrotullohej, gjoksi i digjej. Fqini që erdhi për të ndihmuar vuri re se ai ishte shumë i zbetë, duke djersitur i ftohtë. Zeca, duhet të shkoni në qytet. Jo. Thjesht më ço tek ajo. Ata e ndihmuan të vishej dhe, me shumë vështirësi, ecën drejt vathës. Mimoza ishte tashmë atje. Ndalo. Duke pritur. Kur e pa, bëri 2 hapa dhe ju afrua ngadalë. Ai zgjati dorën, vendosi dorën në ballin e saj dhe mbylli sy. Nëse zhdukem një ditë, nuk e pse ta kuptosh. Thjesht ulu. Ajo nuk lëvizi. As kur u kthye në shtëpi në krahët e fqinjit të tij. As kur mbërriti ambulanca. As kur dera e përparme u mbyll me përplasje. Natën, rashi. Por Mimoza nuk kërkoi strehim. Ai qëndroi aty në baltë, duke shikuar nga dritarja e dhomës së tij. Pa ngrënë. Pa gjumë. Në agim, rënkimi që vinte prej saj ishte i gjatë. Më gjatë se zakonisht. Një zhurmë që jehonte në të gjithë oborin. Ndihej si një thirrje. Ose një lamtumir që askush nuk donte ta thoshte. Që nga ajo ditë kur mezi u ngrit nga shtrati, Zeca ecte edhe më ngadalë. Fqini vinte çdo pasdite për të sjellë lëng mishi të nxehtë, për të matur tensionin e gjakut dhe për të rregulluar ilaçet në kutinë plastike. Ai pranoi, por ajo që donte vërtet ishte të shihte Mimozën. Çdo gjë që nuk e përfshinte atë, ai e bëri nga detyrimi. Por e tëra çfarë i duhej të bënte ishte të dëgjonte mumkëmën e saj në mëngjes, dhe sytë e tij dukeshin sikur ndriçuan përsëri. Ajo lopë ishte ndryshe. Nuk ishte thjesht lidhje. Ishte sikur ndjeu kohën. Sikur e dinte që shoqja e saj e vjetër po largohej ngadalë. Kur ai ju afrua, ajo nuk bëri bujë. Ajo thjesht e mbështeti trupin e saj mbi të tijin, e ngrohtë, e fortë, sikur t'i jepte forcë. Dhe ai do të qëndronte aty, i palvishëm, derisa të donte të largohej. Ajo që askush nuk pa ishte ajo që ndodhi kur ai nuk mundi të dilte nga shtëpia. Mimoza qëndronte mbi gardh, duke parë derën. Ai muhabeti but, 1 herë, 2 herë, dhe pastaj ushtri në baltë, pranë portës. Do të shtrihesha aty për orë të tëra.
Pa ngrënë. Pa shkuar në kullodh. Vetëm duke kërkuar. Atë javë, Zeca kaloi 3 ditë të tëra brenda. Ethet u rikthyen. Kolla u bë më e thatë, më e thellë. Ai flinte shumë, djersiste natën dhe ndonjëherë zgjohej duke e thirrur lopën sikur të ishte aty. Fqini u përpoq ta shpërqendronte, solli një radio, një batanie të re, u përpoq ta binte të telefononte fëmijët e tij. Ai vetëm tundi kokën. Ata nuk e kuptojnë. Ajo e kupton. Mëngjesin e ditës së katërt, edhe pse ishte i dobët, ai e detyroi veten dhe u zvarit në balkon. Fytyra e zbeth, buzët e thata. Ju desh gati gjysmë ore për të kaluar pak metra nga dera deri te stoli prej druri ku ulej zakonisht për të parë oborin. Por ai ishte. Mimoza ishte tashmë atje. Kur e pa duke hapur derën, ajo u hodh përpjell. Ajo bëri 2 hapa të shkurtër dhe u ndal. Ai priti. Ai e ngriti dorën në ajër me vështirësi dhe buzëqeshi. Thash që do të vija, apo jo? Dhe ajo pëshpëriti. Një timbull i butë, si një lehtësim. Fqini, nga brenda shtëpisë, qëndronte aty duke i parë të dy. Ai nuk kishte guximin ta thërriste përsëri. Kjo nuk ishte kokfortësi. Ishte një lamtumir në copa të vogla. Ai qëndroi aty për gati 1 orë. Unë nuk thash asgjë. Nuk bëri asgjë. Unë vetëm e shikova. Dhe ajo shikoi prapa. Era kalonte ngadalë duke ngritur pluhur të imët. Qielli ishte i kthjellët, por pa diell. Gjithçka dukej sikur kishte ngelur në vend. Kur u lodh, fqini erdhi për ta ndihmuar. Ai nuk mundi të rezistonte. Por para se të hynte, ai u ndal, ja ktheu fytyrën Mimozës dhe pëshpëriti, kur i mbyll syt për gjithmonë. Hapi të tuat për mua. Atë natë, ethet u rritën përsëri. Ai ishte në delir. Ai i foli lopës sikur të ishte aty, ulur pranë shtratit. Ai e thiri emrin e saj sikur të ishte një person. Dhe buzëqesh, edhe kur djersitesh i ftohtë. Jashtë, Mimoza qëndroi që nga fillimi i natës derisa karkaleci i fundit ra në heshtje. Hëna u ngrit, era u bë e ftohtë. Por ajo nuk lëvizi. Her pas here, shikoja nga dritarja e dhomës së gjumit. Pastaj uli kokën. Dhe ai mori frym thellë. Si dikush që mban kohën në gjoksin e tij. Atë mëngjes, Zeca nuk u zgjua vetëm. Fqini hyri ndërsa po linte dielli dhe e gjeti të shtrirë në krah, duke marrë frym lehtë, me syt hapur por ende. U përpoq të fliste me të. Ai u përgjigj me një zë të hollë, pothuajse si një pëshpëritje. Silleni këtu. Ju lutem. Ajo e kuptoi menjëherë. Ai mori një copë, e mbështolli rreth shpatullave dhe shkoi te vathja. Mimoza ishte tashmë atje. Ende e qetë, sikur e dinte që diçka do të ndryshonte. Kur pa gruan që po afrohej, nuk lëvizi. Ai thjesht pëshpëriti butësisht. Eja, vajzë. Ai po telefonon. Dhe, sikur ta kishte kuptuar vërtet, erdhi Mimoza. Ai e kaloi oborin ngadalë, çdo hap sikur të peshonte një jetë të tërë. Kur arriti në verandë, qëndroi aty duke parë brenda shtëpisë. Era e ilaçit, heshtja e dendur, gjithçka ishte ndryshe. Fqini hapi derën e përparme. Ai e lejoi të hynte. Ishte hera e parë që Mimoza kalonte atë derë. Dhe askush nuk tha asgjë. Sepse në atë moment të gjithë e dinin, ajo shtëpi ishte më shumë e saj se sa e kujtdo tjetër. Ajo eci drejt dhomës. Plaku ishte shtrirë aty, i zbeth, me syt ende hapur. Kur pa lopën që po afrohej, një buzëqeshje e vogël ju shfaq në cep të gojës. E dija. Do të vije. Ajo u mbështet në buzë të shtratit. Ai e vuri kokën afër 2 shekut. Dhe qëndroi aty. Ai nuk kishte asnjë fjalë. Nuk kishte asnjë skenë. Kishte vetëm kohë. Një kohë që askush nuk donte ta maste. Që nga ajo ditë, gjithçka ndryshoi. Zeca nuk u ngrit më. Mezi hëngra. Ai mezi foli. Por sa herë që hapte syt, kërkonte Mimozën. Dhe që atëherë, ajo nuk ka dalë kur nga shtëpia. Do të qëndroja te dera e dhomës së gjumit, i shtrirë, i palvizshëm. Ndonjëherë thjesht shikoja. Herë të tjera, ajo polliste butë, sikur ta thërriste përsëri. Dhe ai dukej sikur po dëgjonte.
sepse, edhe pa forcë, ai e lëvizi kokën drejt saj. Një pamje e lodhur, por plot paqe. Netët u bën më të ftohta. Fqini solli batanije. Ai i ndërroi rrobat me kujdes. Por ndjesia ishte se asgjë nuk po funksiononte. Ishte sikur të përpiqej të mbajë rër në duar. Megjithatë, askush nuk e ndërpreu. As mjeku nuk e bën këtë. As të afërmit që telefonuan nga larg. Sepse atje, në atë dhomë të vogël, ajo që kishte rëndësi ishte ajo lamtumire ngadalë, plot heshtje dhe prani. Në një moment, ai pushoi së foluri. Vetëm gjeste me sy, me gishta të dobët. Dhe Mimoza ishte ende aty. Shtrirë duke marrë frym ngadalë. Sikur të ishte në roje. Sikur po priste kohën e duhur për të thënë lamtumir. Koha ka humbur formën. Ditët kalonin si një hije. Plaku nuk u përmirësua. Por as ai nuk po shkonte. Ishte sikur po priste diçka. Një moment. Një shenjë. Dhe pikërisht atëherë, një nga ato pasdite, fqini vuri re, të dy po merrnin frym bashkë. I njëjti ritëm. E njëjta pauzë. E njëjta dobësi. Ajo qëndroi aty duke vështruar. Një burr dhe një lopë. Një pothuajse pa jetë. Tjetri plot ndjenja. Dhe thellë, ajo e kuptoi, kjo nuk ishte thjesht një sëmundje. Ishte dashuri të mbahesha pas fies së fundit. Mimoza nuk hante më. Nuk shkova më në kullot. Ai nuk u largua. Bari po thahej në cep të vathës. Por ajo u ngrit vetëm për ta parë atë. Pastaj kthehesha dhe shtrihesha në të njëjtin vend. Sikur disi, ajo e dinte që ai po largohej. Por nuk kishte ardhur ende koha ta linte të ikte. Dhoma mbante erë livandoje dhe ilaçi. Dritarja gjysmë e hapur lëshonte të hynte një erë e ftohtë, e cila lëkunte butësisht perden e erët. Zeca nuk foli më. Ai mezi i puliti syt. Sytë e fundosur të humbur në një pikë në tavan. Ai thjesht lëvizte gishtat her pas here, sikur përpiqej të kujtonte se ishte ende aty. Mimoza ishte ende shtrirë në dy sheme, pranë shtratit. Kishin kaluar ditë të tëra. Ai nuk do të largohej për asgjë. Nëse dikush përpiqej ta largonte që andej, ajo rezistonte. Ai i vuri putrat në tokë dhe muhabeti but, sikur të thoshte, jo tani. Fqini tashmë kishte pushuar së përpjekuri për të kuptuar. Ajo kujdesej për të në heshtje. Ai i ndërroi me kujdes rrobat, pastroi ballin me një leckë të lagur dhe e shikoi lopën sikur të ishte pjesë e gjithçkaje. Dhe ishte. Atë mëngjes ai hapi syt. Ju desh pak kohë, por u hap. Ai shikoi ngadalë anash. Ai pa Mimozën të palvizshme me hundën e mbështetur në buzë të shtratit. Dhe një lot i rrjedhi në cep të syrit. Unë nuk thash asgjë. Por ai vështrim. Që fliste sa 1000 fjalë. Fqini ja mori dorën dhe e shtrëngoi lehtë. Ajo nuk është larguar që këtej për asnjë ditë të vetme, Zeca. Është i fortë. Ai i puliti syt ngadalë. Një po e lodhur. Jashtë, qielli ishte gri. Një qiell pa kohë. As shi e zodiu. Pikërisht ajo heshtje e çuditshme kur bota duket se ndalet duke pritur që diçka të ndodhë. Në kohën e drekës, fqini u përpoq ta ushqente Mimozën. Ai çoi pak misër dhe san në vath. Por ajo nuk shkoi. Ai as nuk shikoi. Ai mbeti aty si një gur i gjallë. Vetëm syt lëviznin. Duke parë plakun. Duke pritur. Pasdite mbërriti një nga djemtë e Zecës. Erdhi nga larg. Ai erdhi me nxitim, solli valixhen dhe foli shumë me zë të lartë për një mjedis kaq të qetë. Kur e pa të atin në atë gjendje, u ul pranë shtratit të tij dhe qau. Por plaku as nuk reagoi. Ai as nuk ja uli syt. Mimoza u ngrit në këmbë. Ai bëri 2 hapa dhe u ndal. Ai e shikoi djalin me sy të palkundur. Një vështrim që nuk ishte i zemëruar, por as i bull. Ishte një vështrim që thoshte, nuk është radha jote tani. Djali uli kokën. Sikur e kuptoi. Pjesa tjetër e ditës kaloi ngadalë. Fqini e ndezi llambën herët. Drita e verdhëve zullonte në mure. Frymëmarrja e plakut u ngadalësua. Më shumë hapësirë.
Dhe prap, lopa nuk lëvizi. Ishte sikur ajo ishte aty për t'u siguruar që ai nuk do të largohej vetëm. Natën, heshtja u bë një gjë e gjallë. Asnjë kriket nuk dëgjohej. Vetëm frymëmarrja e dobët e plakut. Dhe tingulli pothuajse i pakuptueshëm i përtypjes së mimozës si një ninull. Kur erdhi agimi, fqinji u zgjua i frikësuar nga një zhurmë tjetër. Ai doli nga dhoma dhe vrapoi në balkon. Ishte mimoza. Në këmbë, duke shikuar qiellin. Muhabet i ulët. Një tingull i gjatë, i trishtuar. Një vajtim. Ajo u kthye në dhomë. Zeca ende merrte frymë. Por shumë ngadalë. Sytë mbyllur, dora varur mbi anë të shtratit. Dhe aty, në atë skaj, hunda e mimozës i preku majat e gishtave. Asnjë lëvizje. Vetëm prania. Si kur të thoshte, kur të vi koha, do ta di. Dita agoi pa ngjyrë. Qielli ishte i ulët, i rënd, si kur e gjithë bota e dinte se çfarë do të ndodhte. Brenda dhomës, heshtja ishte e rëndë. Zeca po merrte frymë ngadalë, mezi dëgjohej ajri që hynte më. Fqinji që ishte ulur pranë shtratit nuk qante më. Sa po shikova. Mimoza, si gjithmonë, ishte aty. Firmë. I ngrohtë. I pranishëm. Dhe pastaj, pa paralajmërim, pa zhurmë, pa dhimbje. Ai ndaloi. Kaq ishte. Një frymëmarrje e fundit. Një ulje e lehtë e gjoksit. Dhe pastaj, asgjë. Fqinji u ngrit ngadalë. Ajo ja mori dorën e ftohtë. Ai u mbështet në fytyrë dhe mbylli sytë. Shko në paqe, o plak kokfort. Mimoza nuk belbëzoi. Nuk lëvizi. Thjesht qëndroi aty. Ndalo. Derisa, pa pritmas, ngriti kokën. Ajo e shikoi drejt në fytyrë. Dhe një tingull i ulët, pothuajse si një britme e mbytur, i doli nga fyti. Nuk ishte keqardhje. Ishte një përgjigje. Ajo e dinte. Kur fqinjet filluan të mbërrinin, duke përgatitur gjithçka për zgjimin, mimoza u largua. Ai eci ngadalë drejt vathës. Ai u shtri në të njëjtin cep ku e priste në mëngjeset e ftohta. Por këtë herë ai nuk shikoi nga shtëpia. Ai shikoi dy shemen. Dhe ai qëndroi aty, i palvizshëm. Trupi i Zecës u vendos në dhomën e ndenjes, si për tavolinës i mbuluar me një çarçaf me lule. Qirinjtë e ndezur dridheshin nga era që vinte nga dera. Njerëz të thjesht mbërritën, një nga një, duke sjell bukë, kafe, respekt dhe heshtje. Askush nuk foli për lopën. Por të gjithë, në një moment të caktuar, shikuan nga vatha. Ata e dinin që ajo ishte aty. Ata e dinin që ajo e kuptonte. Në mes të pasdites, kur prifti mbërriti për të dhënë bekimin e fundit, një zhurmë tjetër i bëri të gjithë të ndalonin. I fort. Shpejt. Dhe hapa. Mimoza po vinte. Vetëm. Ai kaloi oborin. Hap i vendosur. Vështrim i drejt për drejt. Sikur të kishte pritur pikërisht atë çast. Ai arriti te dera e dhomës. U ndal. Të gjithë bën vend. Askush nuk u përpoq ta ndalonte. Ishte sikur, në atë moment, ajo ishte pjesë e ceremonisë. Ajo hyri brenda. Ai shikoi arkivolin e thjesht, të mbuluar me jorganin blu që përdorte në ditët e ftohta. Ishte afër. Ai uli kokën. Ai e vendosi hundën atje, pikërisht në majë të drurit. Dhe qëndroi. Prifti ra në heshtje. Qirinjtë dridhnin më fort. Fqinjia i ambuloi gojen me dorë. Djali që vinte nga larg uli kokën dhe qau si një djalë. Dhe mimoza. Sa po mori frym. Atje, në këmbë, në heshtje. Sikur të thoshte atë që askush tjetër nuk mund ta thoshte. Pas disa minutash, ai bëri një hap prapa. Ai shikoi përreth. Ai muhoi një herë në heshtje. Dhe ai u largua. Pa nxitim. Pa frikë. Sa po doli. Në kohën e varrimit, ajo nuk u shfaq. Por vonë pas dite, kur të gjithë ishin larguar tashmë, fqinji shikoi nga dritarja dhe pa, mimoza ishte në varreza. Askush nuk e dinte se si arriti ajo atje. As nga kaloi ai. Ajo qëndronte në buzë të varrit, e shtrirë në tokën ende të butë, me kokën të kthyer nga kryqi prej druri.
Dhe aty qëndroi. Nata ra. Hëna është ngritur. Dhe ajo nuk u largua. Të nesërmen në agim ishte ende aty. I zhytur në vezë, i mbuluar me balë. Por i vendosur. Jo nga kokfortësia. As nga instinkti. Për dashuri. Në atë tokë të thjesht, në atë heshtje të thellë, një lop ruante një burr. Dhe ndoshta, aty, në atë çast, ajo ishte e vetmja që dinte saktësisht çfarë të bënte me kaq shumë mungesë.